Receta me panxar për pastrimin e zorës së trashë, ja si ta përdorni. Duhet të kujdeseni më mirë për trupin tuaj sepse është i vetmi vend ku mund të jetoni. Ky proces përmban një perime me të vërtet të shëndetshme siç është panxari. Gjëja më e mirë se ju duhen vetëm 4 përbërës të thjeshtë. Ato përmbajnë sasi të madhe të hekurit dhe janë ushqime të mira për ngrënie, sidomos edhe nëse jeni me menstruacione. Shumë njerëz në mbar botën përdorin panxarin prej mijëra vitesh për të trajtuar probleme të ndryshme shëndetësore, gjithashtu edhe për të përmirësuar organizmin. Panxari ka nivele të larta të hekurit, jodit, vitaminave B, fosforit, kaliumit dhe folateve. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Kjo perime super e shëndetshme ka përmbajtje të mirë të mineraleve, duke u kthyer në një prej aleateve më të mirë për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përbërësit që ju duhen për këtë recetë janë 2 deri në 3 panxar, 2 qep, vaj ullirit ekstra i virgjër, uthull molle, krip për shije. Pasi siguroni të gjithë përbërësit në përgatitjen e kësaj recete, filloni me këto hapa. Qërohet panxari dhe zihet në ujë me krip. Pritet në feta të vogla dhe më pas vendosen në një tas. Pritni qepën dhe e përzieni bashkë me panxarin. Shtoni pak vaj ulliri dhe uthull edhe më pas pak krip për më shumë shije. Kjo sallatë e mahnitshme mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese për pastrimin e zorrës së trashë dhe të mëlçisë së suaj dhe të përmirësojë gjithashtu elementet ushqyes për shëndetin e syve. Kjo do të thotë që ju mund të përfitoni shumë nga panxari, sidomos edhe në përmirësimin e traktit tuaj tretës. Panxari është një nga perimet më të shijshme dhe më të shëndetshme të nën tokës. Ai është shumë i pasur me lëndë të mira ushqyese të domosdoshme për mbrojtjen e organizmit, të tilla si vitamina B, hekuri, magnezi, kaliumi e të tjera. Jo vetëm që kjo perime nuk krahasohet me elemente të tjerë, por është një ushqim shumë i mirë edhe kundër problemeve të tensionit të lartë të gjakut, problemeve të anemisë të zemrës, gjithashtu ndihmon edhe kundër problemeve të mostretjes. Dëgjoni me vëmendje sipas Healthline, përse ju duhet të konsumoni panxar çdo ditë në dietën tuaj të rregullt ushqyese. Panxari është i mirë për tensionin e gjakut. Panxari është i pasur me nitrate që trupi i konverton në oksid nitrik, një përbërës që relakson kështu dhe zgjeron enët tuaja të gjakut, duke krijuar më shumë hapësira edhe në oksigjenimin e gjakut me lëndë ushqyese. Kjo do të thotë se qarkullimi në tensionin e gjakut do të jetë më i mirë dhe gjithashtu nuk do të keni rritje të pashpjegueshme të tij. Një studim i vitit 2012 ka zbuluar se konsumi vetëm një gotë me lëng panxari në ditë mund të ndihmojë në uljen e tensionit sistolik të gjakut me 4 deri në 5 pikë. Konsumi i panxarit në mënyrë të rregullt në dietën tuaj mund të ofrojë një ulje të riskut për komplikacione të shëndetit të zemrës. Panxari nuk ka vetëm ndikime pozitive për uljen e tensionit të gjakut. Ai është gjithashtu shumë i pasur me alkaloid bimor të quajtur betain, si vitamina B, folati, ku të dyja së bashku ndihmojnë në uljen e niveleve të aminoacidit homocystin në gjak, që në nivele të larta mund të rrisë riskun e arterieve, gjithashtu edhe sëmundjeve që shkaktojnë probleme me shëndetin e zemrës. Panxari mund të ketë ndikime pozitive edhe në mirëfunksionin e shëndetit të kujtesës. Oksidi nitrik relakson dhe zgjeron enët e gjakut, ku nga ana tjetër përmirëson edhe qarkullimin më të mirë të gjakut dhe ndihmon trurin që të funksionojë në mënyrë perfekte pasi është një organ jetik i shëndetit. Kjo është sidomos shumë e rëndësishme ndërkohë që plakeni, pasi studimet kanë treguar se me kalimin e moshës fillojnë edhe të zvogëlohen kapacitetet e gjendrave oksidit nitrik, që së bashku me aktivitetin e neuroneve dhe funksionet e trurit ulen ndjeshëm sidomos edhe me plakjen tuaj. Një studim i vitit 2010 ka zbuluar se një dietë e pasur me nitrate që përfshin edhe lëngun e panxarit
Rrit furnizimin e trurit tuaj edhe me gjak në lobin frontal, që pjesa është lidhëse edhe me aftësinë e kujtesës, dhe është një mundësi shumë e çmuar për rritjen e kapacitetit të trurit dhe gjithashtu mbajtjen e problemeve, sidomos ato të cilat shkaktojnë edhe rënje të kujtesës. Panxari është një produkt fantastik edhe për shëndetjen tuaj të mëlçisë. Mëlçia bën punë të vështira për pastrimin e gjakut dhe detoksifikimin e trupit. Mund ta lehtësoni punën e saj duke konsumuar panxar thuajse çdo ditë. Studimet kanë treguar se betain, një aminoacid që gjendet me shumicë tek panxari, mund të ndihmojë në parandalimin ose edhe minimizimin e akumulimit të dhjamit në mëlçi. Studimet të kryera të kafshët kanë treguar se kjo ka patur rezultate fantastike kundër këtyre komplikacioneve dhe në rritjen e shëndetit tuaj. Panxari gjithashtu mund të ndihmojë edhe në luftën kundër problemeve kronike. Panxari është i pasur me betalaj, një grup antioksidantëve dhe antiinflamatorëve, të cilët mund të mbajnë larg komplikacionet kronike që lidhen me inflamacionet e shëndetit, si sëmundjet e zemrës, obeziteti, gjithashtu edhe radikalet e lira. Ndaj konsumi i panxarit në dietën tuaj mund të jetë çelësi një organizmi të fortë, gjithashtu edhe një rritje të mirë të vlerave të imunitetit. Ekspertët këshillojnë konsumin e panxarit në formën e sallatave ose ashtu siç është. Kështu do të keni përfitime më të mira ushqyese në dobi të shëndetit tuaj. Panxari është një element pozitiv edhe për sistemin tuaj tretës. Një mënyrë për të luftuar kapsllëkun është edhe të konsumoni ushqime të pasura me fibra, siç është për shembull edhe konsumi i panxarit. Një kup me fibra do të sigurojë elementet ushqyes, rreth 4 gram fibër mund të gjendet edhe në një kup me panxar, që do t'japë një mbështetje më të mirë në parandalimin e problemeve të kapsllëkut dhe krijimin e komplikacioneve të tyre. Në rast se keni probleme me tretjen, fibrat që gjenden te panxari mund të kthejnë aleatin tuaj më të mirë, duke ndihmuar në rastet e konstipacionit dhe duke ndihmuar kështu për një tretje më efektive dhe pa probleme, sidomos edhe në krijimin e jashqitjeve të forta. Panxari është një mundësi e shkëlqyer ushqyese edhe për ata persona që duan të bien nga kilogramët e tepërt. Panxari përmban rreth 58 kalori për një finxhan dhe nuk përmban gjithashtu nivele të larta të yndyrës. Ai është i pasur me vlera të larta të fibrave dietike, duke siguruar kështu 15% të vlerave të rekomanduara ditore për një finxhan me të vetëm. Të gjithë këto perime do të luajnë gjithashtu një rol pozitiv edhe në traktin tuaj tretës. Panxari është shumë i pasur me vitaminën C. Vitaminë kjo është shumë e rëndësishme për funksionet e trupit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Panxari është një burim i vitaminës C me 6.7 mg për filxhan, e cila është 11% e vlerës së rekomanduar ditore. Vitamina C do të luajë një rol të fuqishëm në rritjen e vlerave të imunitetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, në rast se keni një imunitet të dobët, atëherë përfshirja e vitaminës C nga panxari në dietën tuaj mund të jetë çelësi më i mirë ushqyes në reduktimin e këtij komplikacioni. Panxari është një zgjidhje shumë e mirë dhe një burim i pasur i acidit folik. Folati, i njohur si acid folik, është një nga 8 vitaminat B të përgjithshme dhe është i nevojshëm gjithashtu për formimin e qelizave të kuqe dhe të bardha të gjakut, në palcën e kockave, konvertimin e karbohidrateve në energji dhe gjithashtu edhe në prodhimin e ADN-s dhe ARN-s, citon Medical News Today. Folati është gjithashtu thelbësor në uljen e riskut të sëmundjeve të zemrës dhe goditjeve në tru. Konsumi i panxarit në dietën tuaj në këtë formë mund të jetë një mundësi shumë e shkëlqyer në marrjen e niveleve të duhura të acidit folik. Panxari është një zgjidhje shumë e mirë edhe në reduktimin e problemeve, sidomos të presionit të lartë të gjakut. Një ullumtim i vitit 2010 ka cituar se nitratet përbërëse që gjenden tek panxari mund të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e problemeve të tensionit të gjakut, duke menaxhuar më mirë probleme të tilla dhe duke mbajtur larg komplikacionet.
Gjithashtu, panxari mund të funksionojë edhe më mirë për shëndetin tuaj tretës. Ka pasur disa studime të vazhdueshme në profilin e lartë që tregon lëngu i panxarit në dietën tuaj, që mund të ulë gjithashtu edhe presionin e lartë, por ka dëshmi që tregojnë se panxari gjithashtu do të rrisë edhe funksionet e duhura të sistemit tretës, duke mbajtur larg komplikacione të tij dhe duke sjellë rezultate të duhura ushqyese për tretjen. Në rast se doni të keni një shëndet më të mirë tretës, sipas Universitetit të Shkencave Wake Forest University, duhet të përdorni panxarin në dietën tuaj si një mundësi të shkëlqyer për të përmirësuar tretjen dhe për të mbajtur larg edhe komplikacionet e tij. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.